Përmes një deklarate në Facebook, Erion Velia, 100 ditë pas arrestimit të tij, shpreh se ndalimi është i padrejtë dhe pas një bazë ligjore. Shumë të dashur miq, sot bëhen 100 ditë nga burgimi im pas një justifikim të arsyeshëm. Ndalimi im i padrejtë dhe arbitrar vazhdon, megjithse nuk jam akuzuar për asnjë vepër penale. Velia i thot se mbetet i vendosur në përkushtimin ndaj qytetarëve. Ai siguron se do të ndjek të gjitha rrugët ligjore për të siguruar lirimin e tij dhe për të vijuar detyrën si kryebashkiak. Po pengohem forcërisht nga ushtrimi i detyrave të mia si kryetar i zgjedhur me votë masive 3 herë i Bashkisë së Tiranës. Vazhdimi i këtij paraburgimi nuk përbën vetëm një sulm ndaj meje dhe familjes sime, por është edhe një ndërhyrje e panevojshme dhe jo proporcionale në përmbushjen e detyrave publike që më janë besuar nga qytetarët e Tiranës. Pavarësisht burgimit, mbetemi pa përkulur. Çdo ditë që kalon, ma forcon edhe më shumë vendosmërinë. Angazhimi im ndaj Tiranës, ndaj jush, ndaj demokracisë, sundimit të ligjit dhe të ardhmes së Shqipërisë mbetet i palëkundur. Do të vazhdoj të ndjek të gjitha rrugët ligjore për të siguruar lirimin tim, në mënyrë që të vazhdoj të shërbej qytetit ton të mrekullueshëm, si kryebashkiaku juaj. Një ditë më parë, avokatët e kryebashkiakut të Tiranës ju drejtuan gjykatës së lartë me rekurs për ndryshimin e masës së sigurisë.